Prandaj, lëvizjave vendosje që ka obligimin kushtetues të konstituimit të kuvendit duke propozuar një kandidat që arrin të siguroj votat, ka pas shkelje në mos ofrimin e emrit, respektivisht me mos hedhje në votim të tij. Në aspektin formal, situata nuk është e njëjtë, meqense për dallim nga 2 herët e seancës së kaluar kur kishte propozim dhe votim formal, kësaj here lëvizjave vendosje nuk e ushtroi fare të drejtën që ka për të nominuar kandidatin për kryetar të kuvendit, gjë që tregon është indikacioni një krize dhe më të thelluar, ndonse në aspektin procedural, në këtë rast zoti Dehari nuk kishte opsion tjetër përveç se ta ndërpresë seancën, sepse dukej që lëvizjave vendosje nuk do të propozojë emër tjetër. Rrjedhimisht pa një marrëveshje politike, unë pajtohem që situata nuk mund të prodhoj aritmetik tjetër parlamentare kur numra dhe formula është e njëjtë. Prandaj, lëvizjave vendosje që ka obligimin kushtetues të konstituimit të kuvendit duke propozuar një kandidat që arrin të siguroj votat, sepse duhet të theksuar që gjykata i ka obliguar deputetët të marrin pjesë në votim, por jo që të votojnë për, kundër apo të abstenojnë, pra është në diskrecion të deputetëve. Rrjedhimisht besoj që partia që duhet të reflektojnë këtë drejtim, së pari është lëvizjave vendosje, që ka edhe barrën më të madhe të përgjegjësisë për përmbylljen e periudhës së formimit të institucioneve. Lëvizja vendosje në këtë rast zoti Konjufta si përfaqësues i saj nuk në këtë rast shkelje pra rregulloren dhe obligimin që ka nga gjykata kushtetuese që të propozojë një kandidat. Ndonse u tha deklarativisht që emri është i njëjtë, mos hedhja e tij në votim për kërkesa për konsulta shtesë, ndonse edhe mund të arsyetohet në aspektin politik, në planin procedural tregon që nuk është konsumuar pra e drejta dhe procedura siç parashihet me rregulloren, por edhe me gjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Ka pas shkelje në mos ofrimin e emrit, respektivisht me mos hedhje në votim të tij, por edhe kërkesa për konsulta shtesë është arsyetuar në këtë rast nga institucionet në raste tjera të ngjashme. Por në anën tjetër, në raste të tilla mundet që sërish të AZM të mërkurën lëvizjave vendosje të mos e propozoj fare një emër dhe rrjedhimisht seanca do të mund të shtyhet në mënyrë të pafundme për shkak se nuk ka asnjë afat procedural që është për bindjen tonë situata më e komplikuar juridike.